që në këtë moment besoj që e keni humbur pak fokusin e diskutimit, po unë shpresoj të jetë ky edhe një mesazh për kryetarin e Kuvendit që seancat parlamentare të jenë efektive, me një rendite në fakt efektiv që edhe deputetët marrin pjesë nga fillimi në fund seancës. Kjo mbledhja e të gjithë kërkesave të opozitës në një moment gjatë muajit edhe të izgjatë diskutimin, po nga ana tjetër e bën edhe jo efektiv seancën e parlamentit. Sot kemi një ndryshim në ligjin për shtetësinë dhe në fakt unë dua të marr dy momente për të përdorur për të folur për një çështje shumë të rëndësishme. Gjatë javëve të shkuara në Shqipëri, në Tiranë, u mikprit samiti i diasporës. Samiti i diasporës është kthyer në një event, dhe kur them event është me të vërtetë event, sepse nuk prodhon absolutisht asgjë, që qeveria ka filluar ta kryejë çdo vit vitet e fundit. Diaspora shqiptare ka nevojë për shumë. Diaspora shqiptare ka nevojë së pari që të jetë mirëpritur këtu në Shqipëri. Ka nevojë që të ketë tekste të gjuhës shqipe, ka nevojë që të ketë mbështetje, paketa fiskale dhe taksa që i ndihmojnë ato dhe të vinë të investojnë këtu në Shqipëri. Ka nevojë për politika që nxisin rikthimin e trurit, ku sot fatkeqësisht shtresa e mesme është larguar. Por nga ana tjetër ka nevojë edhe për mbështetjen e të gjithë shqiptarëve jashtë kufive. Diaspora me aktivitetin që u krye pak javë më parë në Tiranë, u kthye në vendet e tyre pa absolutisht asnjë mbështetje, hikën ashtu siç erdhën. Nga ana tjetër në këtë samit ishin përfshirë edhe shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të Veriut të Kosovës, që tashmë ndodhet në Serbi, Luginës Preshevës, edhe shumë shqiptarë të zonave të tjera, të cilët me thënë të drejtën nuk quhen diasporë. Ato janë shqiptarë të vendeve të tyre, po pak rëndësi ka kjo. Për te fjalëve të bukura që thuhen atje rëndësi kanë aktet. Ato u larguan nga Shqipëria me premtime të pambajtura. Qeveria shqiptare është angazhuar vite më parë për të mbështetur shqiptarët e Luginës Preshevës edhe me mbështetje financiare, ka dhënë një mbështetje për një herë të vogël financiare dhe ajo nuk është ndjekur më. Sot mbështetja që vjen ekonomike nga diaspora shqiptare në formën e remitancave është pothuajse më e madhe se investimet direkte të huaja, ndërkohë që kjo normë duhet ishte e përmbysur. Ne sot duhet kishim qenë të mundur që ta bënim Shqipërinë tërheqëse për investimet e huaja. Kjo nuk është realizuar dhe shqiptarët sot i mbajnë akoma me të ardhurat e tyre, fëmijët e tyre në diasporë. Kjo është tragjedia më e madhe që ka Shqipëria. Për të kaluar tek elementi i dytë, dhe sigurisht kjo tragjedi ekonomike përkthehet edhe në shifra, në jetën e përditshme që kanë qytetarët shqiptarë, që kanë bizneset, po që ka kushdo që jeton e punon këtu me ndershmëri. Raporti i fundit i publikuar nga Altax llogarit koston e korrupsionit. Kosto korrupsionit është 1.3 miliard euro. Buxheti shqiptar humb 1.3 miliard euro, vetëm si rezultati i korrupsionit, si rezultati i rritjes taksave, i faktit që sot ka taksa preferenciale dhe ka ulje për hotelet me pesyje, ndërkohë që hotelet të vegjël të turizmit paguajnë taksat larta, por njëkohësisht edhe i kostos që shkakton korrupsioni me projektet që sot janë në hetime sipër, 1.3 miliard euro. Kjo është kosto që del nga buxheti i shtetit, nga xhepat e qytetarëve shqiptarë, është kosto që paguhet, që është e matshme, se sigurisht një pjesë e madhe e korrupsionit qeveritar është e pamatshme, po kjo është kosto korrupsionit që ka shkaktuar kjo qeveri. Dhe në qoftë se korrupsioni ulet me 1/3 e saj, nga 25 deri në 30%, vendi fiton pothuajse çdo vit 220 milion euro. A e kuptoni se çfarë kosto i shkakton kjo qeveri qytetarëve? Se çfarë kosto i shkakton buxhetit të shtetit, çfarë kosto i shkakton sipërmarrjes private, çfarë kosto shkakton në fund të ditës në xhepat e qytetarëve shqiptar. Dhe pikërisht kjo kosto korrupsioni është dhe kosto që ndihet sot edhe në rritjen e çmimeve. Nga vitet 2015 deri në vitin 2024, çmimet në Shqipëri janë rritur me 51%. Dhe unë këtu kam një analizë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Shqipëria në mënyrë absolute ka rritjen më të madhe, 51%. Po a shoqërohet kjo rritje
edhe me rritje të ardhurave, në rastin e Shqipërisë, jo. Niveli i të ardhurave në Shqipëri ka rritjen më të ullët të rajonit, nga 39%, dhe kjo e llogaritur me fuqi blerëse, deri në 42% sipas edhe treguesve që përdoren në këtë rast. Pra, megjithse kemi një rritje çmimesh me pothuajse 51%, kjo nuk shoqërohet me të njëjtën rritje në të ardhurat e tyre. Dhe kjo është kosto e tretë që shkakton sigurisht edhe kjo ka lidhje me korrupsionin. Sepse ai që diskutuam sot në fillim të rendit ditës, rritja e çmimit karburantit, rritja e çmimeve të ushqimeve, rritja e çdo çmimi që e ka bërë jetesën të papërballueshme, jo vetëm në Tiranë, po në çdo qytet të Shqipërisë, sot është një kosto shumë e madhe për familjet shqiptare. Ne kemi çmime europiane, paga afrikane. Dhe kjo rritje e çmimeve e papërballueshme me rritjen e të ardhurave, ku Shqipëria ka vetëm një rritje prej 3 pikësh në 11 vite, nga 2014 deri në 2025, është edhe si rezultat jo vetëm i politikave të qeverisë, i taksave të larta, i mungesës konkurencës, i faktit që sot tregjet janë të kapura, i faktit që sot vinë në këtë parlament ligje me porosi, por vjen edhe nga filozofia qeverise në këto 12 vitet e fundit, nga një filozofi qeverise e cila asnjëherë nuk ka sjellë në këtë parlament një vendim që mbron të ardhurat reale të qytetarëve, që i mbron shtresat në nevojë nga rritja e çmimeve, po që mbron e lufton njëkohësisht edhe konkurencën dhe hapjen e tregjeve. Në kohë në vite ne kemi sjellë propozime që e ndihmon dhe e çliron pak familjen shqiptare nga këto shpenzime. Kemi sjellë amendime të buxhetit, qoftë për pensionet dhe shtresat nevojë, kemi sjellë qoftë për rritjen e çmimeve, një rindryshim të taksës dhe të TVSH-s, po njëkohësisht edhe strukturës së taksave, po nga ana tjetër ne sot kemi nevojë për të promovuar ato që Shqipëria bën më mirë dhe ato që shet më mirë, produktet shqiptare. Në muajt e fundit kam prezantuar në parlament disa ligje të cilat ndihmojnë bizneset shqiptare, duke nisur nga ato prodhuesit e vegjël të birrës, me ndryshimin e akcizës, duke vazhduar me bizneset dhe kompanitë fason që sot fatkeqësisht janë duke u mbyllë, duke dalë nga tregu dhe duke vijuar edhe me produkte të tjera. Ky është nderi më i madh që ne mund t'i bëjmë Shqipërisë. Të nxisim prodhimin venda, sepse sot Shqipëria faktikisht nuk prodhon më. Edhe në qoftë se ne do kishim përfaqësues të diasporës që kanë dëshirë të vinë të investojnë këtu, të dalin në tregjet shqiptare me produkte shqiptare, kjo sot është praktikisht e pamundur. Kush lexon dhënat e Instatit e shikon që jo vetëm bujqësia ka vdekur, për të paktën 6 vite me radhë që nga ndryshimi i skemës së TVSH-s është në rënje, por njëkohësisht dhe industria prodhuese. Të dy sektorët që duhet ishin në pararoj të ekonomisë shqiptare, sot nuk po prodhojnë më. Kjo ndodh prej taksave të larta, prej taksave të larta për inputet, prej taksave doganore të larta, por ndodh njëkohësisht edhe si rezultat i zhvlerësimit të euros. Kështu që nëse duam të bëjmë Shqipëri sot një nder, ai mund të jetë që të mbështesim bizneset shqiptare, të mbështesim shqiptarët kudo ku ata janë, sepse vinë këtu në Shqipëri, sjellin të ardhurat e tyre, punën djersën e tyre për ta investuar dhe nuk hynë dot në tregjet shqiptare, nuk hynë dot prej këtyre faktorëve që unë përmenda sot. 1.3 miliard euro kosto korrupsionit, 51% rritja e çmimeve, vetëm 3% rritja e të ardhurave. Praktikisht sot shqiptarët janë më të varfër se 12 vite më parë, më të vjedhur se 12 vite më parë, e fatkeqësisht të larguar me një Shqipëri të zbrazur krahasuar me 12 vite më parë. Faleminderit. Faleminderit zonja